Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falendrimin të nësi të kojnë të Allah subhana, atë e los dhe ati përgjërom që të ravdroj dhe të bekoj dërguan e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzjodhe. Ndura vëllezër dhe motra, piknisja e njohjes ndërmjet njerëzve, për kitazi me përsaktimet e tyre, me kulturat e tyre, apo edhe me aspektet e tjera, ka të bëj me një fokus duke shikuar tek pjesa e përbashkët dhe e njëjtë e tyre. Saktësisht, njerëzit dallojnë nga kulturat edhe racat edhe gjuhët edhe kombet edhe etnikumet, po edhe madje edhe fetë, mirë po në fund pjesa e përbashkët e tyre është njerëzorja. Saktësisht, gjithë janë njerëz dhe pjesa e njerëzorës është pikërisht ajo ku aty është piknisja e njohjes edhe dallimit ndërmjet njerëzve. Saktësisht, njerëzorja e tyre është e njëjtë, prardhja e tyre prej të njëjtit të qeftë, saktësisht për Ademit edhe Havas është pjesa e njëjtë e tyre, sikundër që edhe rregullat e pashmangshme të jetës janë domethënë të njëjtë tek njerëzit. Mirë po, analiza ose krahasimi ose nxjerrja e dy përsaktimeve përballë njëri tjetrës për t'i krahasu, nuk mund të jetë një analizë saktë nëse shkojmë duke analizuar imtësinat e dallimeve pa analizuar njëherë pjesën e madhe të përbashkët. Ndaj edhe tek fetë ekziston diçka që është e përbashkët dhe e ngjajshme, për të mos thënë edhe e njëjtë, mirë po do thotë aty tek ngjajshmëritë ata mund pastaj të dallojnë, sikundër që do thotë tek diçka mund të jenë krejtësisht të njëjtë. Ndaj Allah subhanahu wa taala na jep këtë çështje dhe këtë koncept të komunikimit dhe të njohjes me të tjerët, duke u thirrur tek pjesa e përbashkët, siç e gjejmë në një ajet kuranor ku Allah thotë kështu: "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum." Thuaj o ju i thartë të librit, saktësisht o ju krishterë dhe të hebrej. Thuaj o ju i thartë të librit, e jeni tek një fjalë e përbashkët dhe e njëjtë mes nesh dhe jush, alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Që të mos adhurojmë askë përveç Allahut dhe të mos i përshkruajmë Allahut dikë në adhurim, të mos i përshkruajmë dikë si ortak, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dhe të mos e marrim njëri tjetrin për zot krahas Allahut, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nëse ata zbrapsen edhe nuk vinë tek kjo fjalë përbashkët, thuani ju atëherë se ne jemi musliman, do thotë jemi të nënshtruar. Saktësisht, Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet na nxjerr si formë të komunikimit, edhe si formë të përqasjes ndërmjet njerëzve, pjesën që piknisja e njerëzve mes veti në njohje dhe në komunikim të jetë pjesa e përbashkët dhe e njëjtë. Saktësisht tek hidhtarët e librit, dogma e madhe që është trashëguar nga profetët e mëparshëm, ndonse pa çka sot ndoshta shumica e asaj është duk, mirë po domethënë si vlerë që ka ekzistuar, ka qenë një fjalë e njëjtë mes neve dhe atyre, që të mos adhurohet askush përveç Allahut subhanuhu teala. Saktësisht edhe tek hidhtarët e librit ka qenë që Zoti i madh dhe i vërtet të njëjësohet në adhurim dhe të mos i përshkruhet askush si ortak në sundimin e tij, në adhurimin e tij, në emrin dhe cilësitë e tij, sikundër që të mos shihen klerikët, priftërinjt dhe shenjtorët si zotër krahas Allahut subhanahu wa taala. Funi ajeti thot: "Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Nëse ata zbrapsen dhe nuk vinë tek kjo vërteta që po paraqitet si e përbashkët dhe ashtu është në parim, atëherë thuani ju që dëshmoni që ne jemi musliman. Dëshmoni që ne këtu dallojmë tash. Dhe këtu ishmi të përbashkët, dhe këtu ishmi të njëjtë. Mirë po, domethënë ne nuk mund të shpërbëhemi, nuk mund të kalojmë në përcaktime të tjera, nga që ne përcaktimin bazë kemi Islamin, saktësisht jemi musliman, saktësisht jemi të nënshtruar për Allah subhanahu wa taala. Dhe nënshtrimi jonë nuk është vetëm tek e vërteta e monoteizmit që është në këtë ajet, mirë po domethënë jemi të nështruar tek gjitha të vërtetat e Islamit. Kështu që të vërtetat e Islamit ose ato të vërtetat të cilat janë shumë të theksuar nga Islami ose të cilat i ka Islami, sikundër që mund të ketë dikush tjetër krahas Islamit, mirë po Islami i spikat ato edhe i ka më të shenjta se sa të tjerët, saktësisht për ne të gjitha të vërtetat e Islamit përbëjnë një herazi edhe bukuritë e Islamit. Saktësisht çdo e vërtetë që është vërtetë e madhe e Islamit është edhe bukuri për bukurive të Islamit. Dhe një prej këtyre bukurive që do ta trajtojmë sonte me lenin Allah subhanahu wa taala, që për ne përbën një vlerë për vlera më të madhe të Islamit,
përbën një vlerë të ballinës së Islamit, saktësisht nuk e ka askush sikur se e ka Islami, saktësisht Islami sot e ka të theksuar më shumë se çdo fe, çdo kulturë, çdo qytetërim, çdo fes, çdo komb nuk ka ndonjë përcaktim kulturor apo përcaktim qytetërimor apo përcaktim religjioz në botë që e ka këtë vlerë sikur se e ka feja Allahu te barekuhu te ala, madje qindra e mira rregulla të fesë, qindra e mira rregulla dhe dispozita të fesë, sikundër që madje edhe qindra e mira kufi të fesë pikërisht janë të kjo ide. Tek ideja për, ose më mirë me thonë, janë me qëllim qendror, final dhe parsor për të ruajtur këtë bukuri të Islamit. Kam fjalën dhe ju ftoj që ta kuptojmë bashkërisht bukurinë e Islamit që ka të bëjë me moralin. Do thonë morali dhe ndershmëria dhe parimësia është bukuri e kësaj feje. Saktësisht, gjitha të gamë të madhe të rregullat të fesë, gjitha të gamë të madhe të dispozitave dhe kufive të shumë që i ka Islami, pikërisht janë për ta bërë idhëtarin e Islamit, muslimanin për ta bërë njeri të moralshëm, për ta bërë njeri të ndershëm, për ta bërë njeri parimor. Saktësisht, morali është vlerë e përbashkët e krejt feve, morali është vlerë e përbashkët e krejt qytetërimeve, morali është thirrje e gjitha përcaktimeve me zë të njerëzve, mirë po pastaj njerëzit dhe përcaktime dhe fe dallojnë shumë me njëri tjetrën te çështja e moralit. Sikundër që disa është një territori përbashkët që ka një zëshmëri, po pastaj do thotë ka dallim. Do të thonë, sot jemi me një bukuri për bukuria të Islamit, me bukurinë e moralit, për cilën në fakt ishte dërguar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, ne kemi trajtuar më shumë se sa një herë në këtë dhe ligjata të tjera, sikundër që edhe të tjerët prej ligjëruesve e kanë shpjeguar, sidomethënia që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është dërguar për qëllimin më të madh që të ftojë njerëzit në tauhid, të ftoj njerëzit në njësimin e Allahut subhanahu wa taala, mirë po në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendet edhe një prej objektivave të mëdha dhe misionit të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse e shënon Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi thotë që hadithi është sahih për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna ma bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq." Unë jam dërguar me mision për të plotësuar, për të përsos moralet e mira. Unë jam dërguar, do thotë misioni jam si profet është për me i përkry dhe për me i përsos moralet e mira të njerëzve. Saktësisht, moralet e mira ekzistojnë. Moralet e mira, nuk thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam jam dërguar për t'i sjell ato. Nuk thot jam dërguar për t'i mësuar për të parën herë njerëzit për moralet. Jo, ato ekzistojnë tek çdo popull, tek çdo fes, tek çdo feje dhe çdo qytetërim. Mirë po, kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot unë jam dërguar për t'i përsosur ato, ka disa kuptime. Kuptimi i parë na tregon që ato ekzistojnë, mirë po ardha ime është për t'i përkryer ato në shkollat më të larta, sepse cilin do moral që e shikon është shkallë. Dhe njerëzit dallojnë varësisht kulturave ose varësisht mallënimit të një morali. Saktësisht, për shembull, morali bujaris, me që një shembull për shembujve, morali bujaris dallon nga një shoqëri me kulturë solidare kundrejt një shoqënie që ka prirje për individualizëm. Dhe rrjedhimisht ndoshta tek këto dy promovohet edhe pranohet vlera e bujarisë, mirë po qasja aty në dallon dhe rrjedhimisht janë në një shkallë më të lartë sesa këta të cilët janë individualistë. Pastaj thot shpjegimi i dytë, arsyeja pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë jam dërguar për të përkryer moralet, ka të bëjë për të ripërtrir pjesët e harruara, të shpërfituara dhe ato të cilat janë dëmtuar dhe janë shtrembruar. Saktësisht, shumë morale ekzistojnë tek njerëzit, shumë morale janë të pranishme dhe njerëzit pajtohen rreth tyre, në kuptimin që nuk dyshojnë që janë morale të mira, mirë po pastaj në copëza të caktuar ose në pjesë të caktuara ekziston një shpërfiturim, ekziston një dëmtim i konceptit ose ekziston edhe një shtrembrim dhe ardha e profetit është edhe për të korrigjuar do thotë moralet e njerëzve dhe kuptimi i tretë jam dërguar për të përsosur moralet e mira, saktësisht për të kumtuar, spikatur dhe argumentuar ato që nuk i kishin njerëzit apo grupet njerëzore të caktuara në kuptimin që një shoqëni e caktuar nuk e ka menuar si moral ose vazhdon të ketë dyshime që ajo përbën moral, ndërkaq ai moral ka ardhur me të saktësisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dëshoj ta bëj një vërejtje që ndoshta na duhet për ta kuptuar temën edhe më mirë, që duhet me pas konsiderat që morali si territor, nëse kam drejt me përdor këtë term, nëse jam i saktë, do thonë territori i vlerave është territori i gjerë.
Morali është territor i gjerë i vlerave, por nuk është relativ siç ngatrohet. Në kuptimin që shpesh njerëzit kur kanë diskutime çka është moral dhe çka nuk është moral, mos pajtueshmërinë e tyne dhe mungesën e ujdisë së tyne, dëshirojnë ta paraqesin si argument që morali është relativ. Në të vërtetë morali nuk është domethënë relativ, po territori i vlerës së moralit është shumë i gjatë. Dhe nëse ti shikon nga një distancë e largët, nuk e sheh si moral, po sikur ti ishe afru, kishe me pa. Dhe mënyra e afrimit, çish afrohet njeriu afër moralit për ta parë moralin si moral, është një prej domethënë formave në VM. Saktësisht, ose do të afrohet nëpërmjet logjikimit, ose nëpërmjet natyrshmërisë, ose nëpërmjet virtytshmërisë njerëzore, atyre vlerave konsensuale dhe të pakontestueshme njerëzore, ose nëpërmjet fesë. Janë këto katër rrugë që njëri afrohet deri tek një moral për ta analizuar dhe për ta parë që është moral. Ose nëse është moral i keq, për ta kuptuar që është moral i keq. Kështu që është tendencë e kohët që mu thirr në këtë ide. Dikun diçka është moral dhe rrjedhimisht diku tjetër nuk është, dhe kjo tregon që morali është domethënë shumë relativ, domethënë shumë ka rëndësi si po e shikon dhe nga po e shikon. Nëse e shikon me logjik, me natyrshmëri, me virtytshmëri, edhe me fe, edhe nëse jeni në distancë të afër, do thotë kime e pa, kështu që jo njerëzishmëria për këtë asim e moralit mund të shihet si pasojë e mungesës së njëra prej këtyre katër vlerave. Do thotë njerëzit me një familje nuk e kanë të unifikuar konceptin mbi moralin. Diçka për prindin është e pamoralshme dhe diçka për fëmijën është e moralshme. Kjo nuk e bën relativ moralin. Kjo tregon që këtu ekziston një defekt ose ekziston një shkarje përkitazi me logjikën ose me natyrshmërinë ose me virtytshmërinë ose domethënë me fen. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është dërguar për ta përkryer botkuptimin e moralit dhe jo vetëm. Është dërguar sallallahu alejhi dhe sellem që ta përsoz domethënien, ti shpërfaq shembujt dhe ta sjell në qendrën e vet botkuptimin dhe përcaktimin moral të udhëtarëve të Islamit. Saktësisht, këtë i dërguar Allah sallallahu alajhi wasallam e ka bërë me kumtim, e ka bërë me shpjegim, e ka bërë me thirrje, po mbi gjithë e ka bërë me shembulltyr. Me shembulltyrën e tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mësuesi i madh i moralit, sikur se thot Allah subhanahu wa innaka la'ala khuluqin adhim. Me të vërtetë ti o profet je në një moral madhështor. Me të vërtetë ti o profet je në një moral madhështor. Keni vëmendje, nuk thot je në një moral të mirë, nuk thot je në një moral shembullor, nuk thot je në një moral të lavdueshëm. Saktësisht thot je në një moral madhështor, dhe termi madhështor për neve është shumë domethënës, sepse Zoti që është me plot madhështi dhe madhështia e tij është absolute, po e quajnë madhështor moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe çka i bie kjo madhështia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose si mund të shpjegohet? Domethënia e parë, çka i bie që morali i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është madhështor, ose mbiemrimi i këtij morali është madhështia. Domethënia e parë është që morali i tij përfaqësonte moralin kuranor dhe atë islam në tërësi. Sikur të kishte qenë morali i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam moral i kufizuar, ose të kishte qenë moral jo në përputhshmëri të plotë me islamin, nuk do të kishte qenë moral madhështor, ndoshta do ta kish pas një emër tjetër, mirë po kjo asesi nuk kishte menuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Shënimi Muslimi për Qatadës, i cili ka pyet nënën e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha, dhe i ka thënë: "O nëna e besimtarëve, mbiini an khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Më trego për moralin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai ka thënë: "Alasta taqra'ul Qur'an?" Thot, a nuk e ke lexuar Kur'anin? I thot, po, gjithsesi e kam lexuar Kur'anin. Atëherë i thot Aisha radhiyallahu anha: "Fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an." Atëherë dihet që morali të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë, do thot, Kur'ani. Saktësisht, atë çka e gjen të moralshme, atë që e gjen të virtytshme, atë që e gjen të vlefshme në Kur'an, atë e kemi pa ne të praktikuar dhe të përkthyeme dhe të e kemi gjetë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, një shembull konkret, e shohim Muhamedi ibn Buhariu për Abdullah ibn Abbasit, thot: "Kana nabiu sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nasi wa ajwad ma yakuna fi Ramadan." Thot transmetuesi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar. Do thot tek morali bujarisë ka qenë shembulltyra më kulmore, më madhështore që e ka përfaqësuar virtytin e bujarisë. Thot dhe më së bujar ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muajin Ramazan, kjo nga që takohej në Ramazan me Xhibrilin dhe përsëriste Kur'anin. Yudarisuhu al-Qur'an.
Dhe Gjibrili vinte dhe e përsëritnin dhe mësonin dhe bashkë mësonin do thotë Kur'anin. Çka le më nuk kuptu kjo? Kur Aisha radiallahu anha thot që morali pejgamberit sallallahu ka qenë Kur'ani, i bie që cila do të thënie kuranore që ti e gjen në Kur'an, e gjen të praktikuar dhe e gjen të gjallë në moralin praktik të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurse hadithi e Abdullah ibn Abbasit tregon edhe një domethënie të shtuar. Sa herë që është theksu Kurani në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam më shumë se sa më parë, i bie që janë shtu moralet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe është theksuar domethënën virtytshmëria e tij. Dhe kjo është një thirrje për gjithë besimtarët dhe fetarët, të cilët ndoshta rregullojnë një pjesë të fetarisë së tyre, po pastaj e zhvleftësojnë pjesën e sjelljes së atë moralit, se kjo është një tregues i një fetarie domethënë të dëmtuar. Domethënia e dytë që i bie madhështia e moralit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, morali i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, morali i tij përfaqësonte moralet e mëparshme të profetëve. Saktësisht, jo vetëm që përfaqësonte frymën kuranore dhe frymën islame me të cilën kishte ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë po ai e përfaqësonte edhe moralin që e kishin trashëguar profetët e mëparshëm, sigurisht për moralin e turpit ai referohet profetëve dhe vazhdës së profetëve, sikur se shënoi Imam Ahmedi Buhariu prej Abu Mas'ud al-Badriut, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwati idha lam tastahi fasna ma shit." I dura Allah sallallahu alajhi wasallam ka thënë, prej gjonave që njerëzit e kanë ruajtur, e kanë trashëguar prej profesive të mëparshme, është një profeci, është një fjalë, është një urtësi e madhe, nëse s'ki turp bën çka dush. Nëse s'ki marrë bën çfarë dush. Dhe domethënia e tretë, e parafundit, çka i bë madhështia e moralit profetik, është që morali i tij sallallahu alajhi wasallam përfaqësonte një frym të përsosurisë së moraleve, në kuptimin që sikur ato s'kishin fund. Jo në kuptimin thjesht e gjejmë sa për të thonë që e kemi gjetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që e ka pasur edhe këtë virtyt. Saktësisht, virtytshmëria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë shumë kulmore, sikur se e shënon Muhamedi, Sheikh Albani thotë hadithi sahih për Abdullah ibn Mas'udit, që i dua Allah sallallahu alajhi wasallam madje është lut. Madje ka pas prej lutjeve të tij, Allahumma hassanta khalqi fa hassin khuluqi. O Zotja, ti që më ke bërë bukur pamjen time, lutem ma zbukuro edhe moralin tim. Dhe domethënia e katërt, çka i bie madhështia e moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, morali i tij përfaqësonte një moral, një parimosi, një karakter, një virtytshmëri në çdo situatë, në çdo rrethon, edhe në cilin do realitet. Në kuptimin që nuk ki moral madhështor nëse ai moral është i kufizuar në rrethon. Nuk ki moral madhështor nëse ai moral është i kufizuar në rreth caktuar. Kuptimin që nëse gjendem këtu, un jam njeriu më i sjellshëm, po u gjenda diku tjetër nuk jam i tillë. Saktësisht, njeriu për të qenë me moral madhështor duhet ta morali ta përshkojë, domethënë çdo pjesë të jetës së tij. Kështu që mos ta nxjerrim nga mendja që tham për më herët që moral madhështor do thotë po e merr i dërguar sallallahu alajhi wasallam këtë emër, këtë mbiemër që morali i tij është madhështor, pikërisht nga madhështori subhanahu wa taala. Si shpjegohet ky rezultat? Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur deri me një moral madhështor. Thot Allah subhanahu wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikma. Zoti ty ta ka zbrit Kur'anin dhe ta ka zbrit urtësinë. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dhe të ka mësuar ty atë çka nuk e ke ditë. Wa kana fadlullahi alayka 'azima. Dhe mirësia e Allahut në raport me ty ka qenë shumë madhështore. Kështu që zbritja e librit, saktësisht Kur'anit, dhe urtësisë, saktësisht Sunetit, dhe dijes së Zotit që ja ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka frymëzuar këtë umet. Është një mirësi shumë e madhe Allahu subhanahu wa taala në sa të cilës bëhen moralet madhështore. Saktësisht ndonjëherë ndoshta njeriu e arrin një virtytshmëri të lartë morale vetëm nëpërmjet natyrshmërisë, vetëm nëpërmjet traditës, nëpërmjet kombit të vet, nëpërmjet kulturës familjare. Mirë, po janë disa morale sikur nuk arrihen dot pa një përkrahje prej ndriçimit hyjnor profetik dhe të dijes. Saktësisht, njeriu mund të jetë edhe i moralshëm, edhe i sjellshëm, edhe i ndershëm, edhe i virtytshëm, pa aq sa di. Në kuptimin që deri diku ndoshta arrin nëpërmjet natyrshmërisë, po pastaj kufizohet shkaku i padijenisë së tij, por që mirësia e Allahut është shumë e madhe, që e ka zbrit librin, urtësinë dhe dijen, dhe elhamdulillah që Allahu na ka shpallë një fe që është me shumë parimësi, me shumë rregulla, me shumë kufi për moralin, për ndershmërinë, për nderin edhe për sjelljen. Fillimisht, çka paraqet edhe çka përbën moralin në fen Allah subhanahu wa taala.
E shënon Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu, Sheikh thotë hadithi është hasan për Abu Hurajrës, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna. Është pyetur i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, çka i çon njerëzit më shumë në xhenet? Cila është arsyeja më e shpeshtë, më e madhe, më e fuqishme e fitimit të xhenetit të Allahut subhanahu wa taala? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, taqwallahi wa husnul khuluq. Më shumë ti që fitojnë njerëzit xhenetin është devotshmëria e tyre ndaj Allahut edhe morali i mirë, edhe sjellja e mirë. Saktësisht, ky hadith e jep një domethënie që sikur feja është dy pjesë të mëdha, ose feja mbahet në dy anë të peshorës. Saktësisht, domethënë peshohet me dy anët e saj. Edhe do e mos lypset me pasën një ekuilibrim ndërmjet përkushtimit të ndaj Zotit edhe ndërmjet korrektësisë sënde në raport domethënë me njerëzit, sikurse e shënon Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu, Sheikh thotë hadithi është sahih për Abu Dharrit, që i dërguari sallallahu alaihi wasallam njëri pas ka thonën, ittaqillaha haythuma kunt. Je i devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala kudo që je, wa atbi sayyi'at al-hasanata tamhuha. Edhe ndi që kur ta bësh një gabim, ndi që atë me një vepër të mirë që e fshin atë, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, edhe me njerëzit sillu me një sjellje të mirë. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam fillimisht e nis porosinë e tij ndaj këtij sahabiu, pikërisht duke e këshilluar për të qenë i përkushtuar ndaj Zotit, pastaj duke qenë korrekt domethënë me njerëzit për ta treguar që feja nuk është domethënë një izolim përmbrana vetvetes, edhe një mbyllje në botën shpirtërore që nuk ka do të thotë një realitet në realitetin shoqëror. E shënon Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu, Sheikh thotë hadithi është sahih për Abu Dardës. Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ma shay'un athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamati min khuluqin hasan. Nuk ka diçka që ka më peshu më shumë në peshojën e robit në ditën e gjykimit, nuk ka diçka që në peshojën e besimtarit do të peshojë më shumë në ditën e gjykimit sesa sjellja e mirë. Wa inna Allaha la yubghidu al-fahish al-badhi. Dhe Allah e urrën një njeri të pasjellshëm, një njeri të pamoralshëm, një njeri do thotë që nuk është i kujdesshëm në gjuhën e tij. E shënon Imam Ahmedi, Sheikh Albani thotë që hadithi është sahih për Abu Tha'lab al-Khushani, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, inna habbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirati mahasinukum akhlaqa. Njerëzit më dashur tek unë dhe më së afërmi me mua në ditën e gjykimit janë njerëzit që janë më të moralshëm, njerëzit që janë më të sjellshëm, njerëzit që kanë virtytshmëri dhe ndëshmëri më të mirë. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirati masawi'ukum akhlaqa. Dhe njerëzit më të urryer tek unë edhe më së largti prej meje në ditën e gjykimit janë njerëzit e pamoralshëm, njerëzit e pasjellshëm. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një mori hadithesh na e ka treguar që kjo domethënia e moralit, domethënia e ndërshmërisë, domethënia e virtytshmërisë është domethënia qendrore. Mirë po, në kuadër të kornizës së ligjëratës, saktësisht në metodologjinë e këtij vargull mësimesh, na duhet të marrim disa shembuj për ta pa këtë bukuri të fesë Allahu subhanahu wa taala. Ndonse edhe kjo është një bukuri sikurse ato që kemi trajtuar më herët, që kemi thonë që do të na shoqërojnë në këtë varg ligjëratash. Kuptimin që do të vjen një moment, për shembull, kena me fol të zonë për kodin familjar. Edhe ai kod familjar ka shumë rregulla. Ai kod familjar ka shumë kufi, ai kod familjar ka shumë dispozita, po disa prej tyne janë pikërisht të motivuara nga bukuria e moralit. Do të thotë, ndoshta shumë herë njerëzit që nuk e kuptojnë Islamin, nuk e kuptojnë se ju mungon një dije paraprake për këtë me bukuritë e Islamit. Saktësisht, Islami ka me rujtën parimësinë e vetë për drejtsinë, Islami ka me rujtë parimësinë e vetë për mëshirën, ka me rujtë Islami parimësinë e vetë po edhe për moralin. Ndonse tek njerëzit lëkunden themelët e moralit, po në Islam nuk lëkunden. Ndaj për shembull shumë dispozita konsiderohen sikur se janë kufizime, sikur se janë ngarkesa të familjes, por në vërtetë ato nuk përbëjnë ngarkesa. Ato përbëjnë për ta ruajtur domethënën këtë vlerë të moralit. Po i marr disa shembuj inshallah me lenin Allahut subhanahu wa taala. Shembulli i parë për ta pasë sa qendrore është bukuria e moralit në Islam, e shënon Imam Buhariu për Abu Hurajrës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men lam yada qawla az-zuri wal 'amala bih wal jahl, falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu." Do të kur dikush për juve agjeron, nëse nuk heq dorë nga sjellja e pahishme, edhe veprat e pahishme, Allahu nuk kërkon prej tij agjërimin. Allahu nuk ka nevojë për agjërimin e tij. Saktësisht, nuk ka nevojë Allahu ai ta braktis ushqimin edhe të thotë pijen. Kuptimin që ky e kryen një obligim kuptimin praktik të adhurimit,
mirë po nuk e realizon një objektiv për objektivave themelore, sikurse në lihet me nënkuptu që agjerimi nuk është një adhurim thjesht për kushtim ndaj Zotit, sa është edhe një përpjekje nga robi për ta fisnikëruar moralin e tij. Dhe rrjedhimisht, nëse në këtë përpjekje ai nuk e dëshmon që ka një mend realizimin e objektivave të fesë Allahut teksa e realizon një adhurim, felejse lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Allahu nuk ka nevojë që ai ta lë të thot ushimin edhe pijen e tij. Imagjino për shembull njerëzit të janë sinqertë dhe të janë objektiv për ta kuptuar që edhe adhurimi që ty duket thjesht durim ose adhurimi që thjesht duket abstenim, në të vërtetë në thelbin e tij, në objektivat e tij është domethënë bukuria e moralit. Do thotë vjen ky adhurim jo vetëm për t'ja kujtuar njerëzve moralin e bujarisë që të solidarizohet me të tjerë, po vjen edhe për ta gdhenë karakterin e tij që të jetë durimtar dhe të mos sillet me fjalë dhe me sjellje të pahishme. Ndaj shpesh ndodh disa dispozita fesë nuk kuptohen pa u kuptuar pikërisht kjo domethënie. Për shembull, feja Allah subhanahu wa taala ka shumë dispozita dhe shumë rregulla dhe shumë kërcënime për mëkatet e gjuhës. Për mëkatet e gjuhës. Dhe shumë kultura ku njerëzit janë të lëshuar në këto mëkate, konsiderojnë ndoshta Islamin shumë si një rojtar i ashpër në raport me ta. Për shembull, ka njerëz atë shumë janë të lëshuar në përgojimin e tjerëve dhe në thashë theme, saqë nuk e dinë si bëhet bisedë pa to. Kuptimin që po heqëm dorë nga përgojimi dhe heqëm dorë nga thashë themet, i bie që ne nuk kemi përditshmëri takime për të bërë biseda. Mirë po, vjen feja Allahut dhe nuk ka hatër për njerëzit. Nuk ka hatër për njerëzit. Edhe shtrëngon diskursin që ka të bëjë me mëkatet e gjuhës. E shohim Imam Ahmedi, Buhariu Muslimi, për Abdullah ibn Amr ibn Asit, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është pyet një herë ejul muslimina khair. Kush i dërguar Allahut janë muslimanët më të mirë? Kush është muslimani më i mirë? Thotë men salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Thotë ai muslimani më i mirë është ai që prej tij muslimanët saktësisht thotë muslimanët janë rahat prej tij dhe gjuhës edhe dorës së tij. Domethënë, muslimani i mirë është ai i cili nuk ja ka prish njerëzve rahatin me të folmën e vet, me forcën e vet. Nuk ja ka prish njerëzve rahatin duke i përgoju, duke bërë përcjell thashë theme për ta e kështu me radhë. Sigurisht është Imam Ahmedi, Buhariu Muslimi, për Abu Hurajrës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit. Keni vëmendjen kjo frazë kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, të besimtarët lëmën nuk kuptuat që tani fjala është për diçka të madhe. Se nuk ka të bëj besimin në Allahun dhe besimin në ditën e gjykimit me një parimësi të do-si-do, diçka periferike. I pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, falyakul khayran aw liyasmut, ose një të folë mirë ose le të heshte. Domethënë, të ka ra me ne dikun, të ka ra me bisedu diku, u hap një bisedë, një muhabet diku, ti jeton me këtë parimësi, o inkuadron në bisedë duke kontribuar me një bisedë të mirë, me një llaf të mirë, me një botkuptim të shëndosh, o nuk flas, o heshti. Që imagjino do thotë ku është kjo domethënie prej domethënieve që nuk bëhet muhabet pa fol për tjerët, nuk bëhet muhabet pa përgoju tjerët, nuk bëhet muhabet pa qenë të tjerët bisedë domethënien e jona. E shohim Imam Ahmedi, Buhariu dhe Muslimi për Abu Hurajrës, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Inal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwani la yulqi laha bala. Yarfa'u Allahu biha darajat." Ndodh që njeriu thotë një fjalë të mirë, e që ndoshta nuk e llogarit shumë fjalë të mëdha atë fjalën e mirë, e për të Allahu subhanahu wa taala të jep atij shumë shkallë ngritjesh. Thotë wa inal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhati Allahi la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Edhe ndodh që ndonjëherë thotë një fjalë njëri, edhe nuk e bën të madha atë fjalë, ndërkaq që ajo mund të jetë aq shumë që hidhron Allahun, saqë domethënë të përfundojë domethënë në xhehenam. Dhe Allah subhanahu wa taala thotë: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Le të dijë njeriu që sa që thotë një fjalë, e ka dikush që është e përcjellë dhe kam ia shënu edhe kam ia regjistru domethënë çat fjalë. Tash le të kemi vëmendje. Nëse analizojmë këtë diskurs fetar, i cili ashpërson kaq shumë rrezikun e gjuhës, edhe ruajtjen e gjuhës, edhe edukatën edhe moralin e gjuhës. Imagjinoni për shembull sa shumë probleme familjare, sa shumë probleme bashkëtorë, sa shumë probleme shoqërore dhe shumë parahati që i kanë njerëzit, që shumica e tyre karakterizohen si problemet që kanë ardhur në saj të foljeve dhe të folmeve të njerëzve. Sa do të ishin shmang, sa do të ishin evitu, sa do të kishin qenë njerëzit rahat. Saktësisht,
Shumica e problemeve familjare, shumica e problemeve bashkëtorë, shumica e problemeve shoqërore dhe fisnore, po edhe më gjerë, madje edhe në punë, madje edhe me kolegë, madje edhe në kolegjumet e punës, shumica janë rezultati i përgujimit, i akuzimit edhe i shpifjeve dhe i thashëthemeve. Tash vjen Islami dhe e shtrëngon këtë, e shtrëngon për t'ja rregullu njerëzve jetën, e shtrëngon këtë pikërisht për me rregullu shoqërinë edhe domethënë mbarvajtjen e jetës. Ose një shembull tjetër. Për shembull shembulli i turpit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se shënjë Muslimi pe Abu Hurairës, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani është 70 e disa degë. Besimi, fetaria, për kushtimin ndaj Zotit, 70 e disa degë. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Thot, ma e lartë është besimi, të thënët dhe deklarimi dhe pohimi që nuk ka të adhurojmë të drejtë përveç Allahut. Thot, adnaha imatatul adha anit tariq. Edhe ma pakta dege besimit është me e largunit keqe piullës. Thot, wal haya'u shu'batun min al-iman. Edhe turpi është një dege besimit. Ose, me një hadith që shëjmë Muhamedi, në librin e Yazid, që Albani të hadithi është sahih, prej Said ibn Yazidit, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kështu: "Usika an tastahya min Allahi azza wa jall, kama tastahi min ar-rajuli as-salih min qawmik." Thot, të këshilloj të kesh turp prej Allahut, ashtu sikur se ke turp prej një njerit të mirë, prej një njerit të vërtetshëm, prej një njerit fisnik të popullit tan. Kuptimin që nëse Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto dy hadithe, hadithin e parë që imani është turpi është për imanit, dhe hadithin e dytë që kur e menon me bani punë turpshme, menoj Allahun azza wa jall. Po qysh mu turpnu për Zotit, qysh turpnohesh mi bë do punë pa hishme para dikujt që ki respekt për të. Në të mesin e popullit tan, për shembull, dikush është ose mesin e familjes, fisit, është një njeri i respektuar, një njeri i arritun, edhe ndoshta do punë që janë normal, ndoshta me gjeneratën tonë, ose janë normal me një rreth të ngushtë, nuk janë të hishme mu bë para ti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikur se do me e mbjell tek na një parim të përgjithshëm, parimin që shumë gjona i rregullon fetari, shumë gjëra i rregullon jetën nëse bazohesh mbi këtë parim, parimin e kësaj bukurie të madhe të Islamit të moralit të turpit. Për shembull, kodi i veshjes, qoftë i burrave, qoftë edhe i grave, nuk mund të kuptohet mirëfilli në Islam nëse nuk kuptohet që intenca e Islamit është me rujt bot kuptimin e moralit. Nuk mund të më kuptohet qoftë e burrat, qoftë e gratë, pse ka kaq shumë rregulla, kaq shumë parimësi, nëse nuk kuptohet që këto rregulla janë digë për ta mbrojtur moralin prej çfarë do lloj vërshimi. Saktësisht, Islami nuk mirret me pasojat pa humor njerë me shkaqet. Do thotë, paturpësia e njerëzve në kodin e tyre të veshjes, edhe shpërfillja e normave të paraqitjes së tyre para njerëzve, bën që ata me hupën ndjeshmërinë e moralit dhe të turpit. Dhe rrjedhimisht, pastaj ata në gjendje shumë mëkate të tjera me i bë. Për shembull, paraqitja gjysmëlakorisht e njerëzve, edhe paraqitja pa një kod që përbën fisnikëri, përbën moral, përbën ndershmëri, i relakson njerëzit pastaj edhe për mëkate të tjera, të cilat jo domosdoshmë ka nevojë për tu theksuar, se besoj dihen për çfarë është fjala. Kuptimin që Islami e krijon digën, sepse pasoja është e papërmirësueshme, pa korrigjueshme. Për shembull, tradhtia bashkëtorë ose përfundimi në imoralitet, qoftë në beqari apo edhe në martesë. Këto janë pasoja të pakorrigjueshme. Në kuptimin që janë mëkate të cilat edhe nëse robi pendohet edhe kthehet te Zoti edhe Zoti ia fal, megjithatë janë të pakorrigjueshme, ato regjistrohen në ty, përbëjnë paturpësi dhe përbëjnë domethënë domkë. Mirëpo njerëzit sikurse e relativizojnë pasojën në momente të cilat e shohin shumë larg. Ndërkaq kjo pasojë ka pas mundësi me ardhur si rrjedhim i relativizimit të një kodi të komunikimit mes dy gjinive, të një kodi që ka të bëjë me paraqitjen para të tjerëve e kështu me radhë. Ndaj, e shënon Ibn Majah, që Albani thotë hadithi është hasan për Abdullah ibn Abbasit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Inna likulli dinin khuluqa." Dini se secila fe e ka një moral më të theksuar. Secila fe e ka një moral më të theksuar. Por një fe e ka moralin e faljes. Domethënë, nuk ekziston të fe për shembull koncepti i hakmarrjes. Çaq shumë e kanë theksuar moralin e faljes, atë që është karakteristika e asaj feje, sa që falin, sa që njerëzve nuk ka merr mendja që domethënë den aty shkon falja. Thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, çdo fe e ka moralin thotë çdo fe e ka një moral të theksuar. Thotë wa inna khuluqal islami al-haya, dhe morali i theksuar i Islamit është turpi. Ndaj konsideroj që kuptimi më fillt i Islamit lidhet shumë me kuptimin e kësaj domethënie, që bukuria
bukuria e moralit dhe në veçanti morali i turpit në islam është shumë qendror. Dhe rrëdhe me shumë botë kuptime nuk mund kuptohen pa u kuptu, do më thotë kjo do më thënë. Për shembull, shembujve të tjera jashtë turpit, jashtë asaj që u përmend, se si Islami ka rregullu legjislacionin e vet në kuadër të ruajtjes së moralit ose duke shpërfaq moral, duke shpërfaq ndershmëri, duke shpërfaq sjellje të mirë. Për shembull është ajo shënim e Buhariu për Jabir ibn Abdullah, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Rahimallahu 'abdan samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha iqtada." Allahu e mëshiroft një rob, një musliman, i cili është i lehtë teksa shet, i lehtë teksa blen, i lehtë teksa jep borxh. Saktësisht, ne kemi rregullat e shitblerjes, ne kemi rregullat e borxhdhënies dhe kthimit e kështu me radhë. Me po në kuadër të kësaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e instalon edhe domethënien e sjelljes së mirë. Domethënë, po ti ke drejt, po ki drejt edhe më kono njeri ma i sjellshëm, mu sill ma me tolerancë në raport me njerëzit dhe rrëdhemesh pastaj me pasën në virtytshmëri më të lartë domethënë si musliman. Kuptimin që ne gjithkund mundemi me ble një artikull, gjithkund mundemi me ble një produkt, mirë po e theksojmë që e blejmë te filani se është shumë i sjellshëm. E blejmë te filani se është shumë i lehtë, na pret, na bën zbritje, ku diun çka, e shpërfaq virtytshmërinë e tij domethënë si njeri, ose në shembullin e borxhit thot Allah subhana, "Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maysara." Thot nëse i keni dhënë dikujt borxh, e pastaj e gjeni që ai ka rënë në një ngushëllëk që s'u përballon kthimin. Thot atëherë jepni afat derisa t'i lirohen rrenat. Jepni afat njeriu për ta kthyr borxhin derisa t'i bën mundësit, thot wa tasaddaqu khairun lakum. Po nëse jo edhe e ktheni atë borxh në lëmosh, kuptimin që më nuk i ja kërkoni, thot kjo është edhe më e mirë për ju. Saktësisht borxhi është obligim dhe detyrim i madh, edhe njëri du të me e kthy, mirë po krahas rregullave të borxhit, Islami edhe instalon moralin e faljes, moralin e pritjes, moralin e zemërgjansisë, moralin e tolerancës e kështu me radhë. Ose një shembull tjetër tek divorci. Islami është prej feve që e lejon divorcin, domethënë me ato rregullat e veta, kur është e kërkuar edhe e domosdoshme ose është e nevojshme divorci, mirë po pasi këshillon Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në çiftin që do mundo, thot wala tansawul fadla bainakum. Thot mos i harroni të mirat e njëri tjetrit. Mos i harroni të mirat e njëri tjetrit. Thot in Allah bima ta'maluna basir, se Allahu çka do të bëni e sheh. Domthon ki kalu një kohë me një bashkëshorte, edhe ka punat që me përfundon divorc. Allahu këshillon me moralin e mirënjohjes. Shumë ditë mira ki kalu me atë grup. Shumë vite të mira ki do thot me atë bashkëshorte. Shumë shka e mire jetës tonë ka qenë e përbashkët bashkë me të. Mos u bë do më bukshkeles, edhe mos me njës, edhe pastaj me u bë armiq të përbetum, madje mund tjetë edhe nana e fëmijëve tu, edhe pastaj do më thonë ma të keqen, me thonë ma të zezën, ndoshta edhe me shpiv, ndoshta edhe me shtu llafët, ku diun çka. Allahu këshillon kësi sa të valatën se ulfall dhe bejnëku. Mos e harroni të mira që keni pas me njëri tjetrin. Këtu më shumë se sa thjesht kodi i divorcit, ose më shumë se sa thjesht rregullat e divorcit, këtu e kena edhe moralin e divorcit. Po, e vërtet, ka moralin e divorcit. Ka divorc të lejuar, po është i pandershëm. Kuptimin që çifti e shoh njëri tjetrin, ja mohojnë të mirat njëri tjetrit, ndoshta edhe pengojnë njëri tjetrin për të vazhduar një jetë normale pas divorcit e kështu me radhë. Ndërkaq që kemi një divorc të lejuar, po që është edhe që ngërthën në vetë morale. Për shembull, bashkëshorti për ish bashkëshortën e vet, përmend vetitë e mira të saj, përmend virtytet e saj, madje ju flet fëmijëve për virtytet e ish bashkëshortët, po që vazhdon të jetë nana e fëmijëve kështu me radhë. Dhe kjo për shembull, si shembull, nuk po duhet të shlohem në shpjegim, tregon krizën morale që ka ku mbi jonë edhe të tjerë, teksa divorcin e shohin si funi i botës, pas të cilit fillon një kapitull i pafund i hakmarrjes edhe urrëties. Saktësisht, të njerëz që nuk janë brumos mjaftueshëm me botkuptime morale dhe rrëdhëmesh për ta parë një kontratë të përfunduar, jo si arsye për me filluar një jetë me urrëtie dhe marrësi, po thjesht një kontratë e përfunduar. Martesa është kontratë. Ajo nuk ka pas fatin të jetë kontratë e përhershme, po nuk do të thotë që na dalmi pe kontratës së moralit, na dalmi pe kontratës së virtytshmërisë. Njeriu kontratën e moralit dhe të virtytshmërisë ka kontratë të pafundme, të pasosshme, e ka të përjetshme. Ti përherë do të jesh i ndershëm. Dhe pjesën e dëshmërisë të mos shpifës, të mos gënjesh,
të mos paragjykosh, të mos i shtosh fjalët, të mos bartësh fjalë kështu me radhë. Nëse për shembull njerëzit kësaj me këtë procedurë kuranore kishin ndodh divorcet tek njerëzit, sigurisht që kishin pas më pak dome, edhe rikthimi i njerëzve në jetë normale do të kishte qenë edhe më i lehtë. Ose edhe një shembull tjetër të moralit të Islamit që ka të bëjë me bukuritë e Islamit që ka të bëjë me moralin. Për shembull, morali i përgjegjshmërisë. Morali i përgjegjshmërisë. Thot Allah subhanahu wa taala na tregon dispozitat dhe rregullat dhe kodin e borxhdhënies dhe borxhmarrjes. Thot Allah subhanahu ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. O ju besimtar, o ju që besoni, nëse ju e keni një borxhdhënie, borxhmarrje me dikë, për deri në periudhë caktuar me kthy borxhin, atëherë thot merrni edhe shënon e borxhin. Tash kjo është rregull, kod, borxhet duhet me i shkruajt, me pas dëshmitar edhe me shkruajt. Sado që e ki njerit afërm, sado që domethënë e ki njerit besueshëm, borxhet duhet më shkruajt. Thot wal yaktubun katibun bil adl. Edhe një shkruajnë mesin e juve, domethënë një palë e tretë, ai që vën edhe shkruan në borxhin e dy vete, saktësisht borxhdhënësit dhe borxhmarrësit. Pastaj në fund të ajetit thot Allah kështu thot për këtë i cili shkruan edhe për këtë ngjarjen e borxhdhënies, edhe marrës thot wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu shay'a. Ky i cili shkruan le të ketë frikë Allahut edhe mos bëjë ndonjë ndryshe me shkruajt më pak. Kuptimin. Vërtet borxhdhënësi është ai i cili dëmtohet nëse domethënë e shkruan ti më pak. Edhe borxhmarrësi mund të dëmtohet nëse ti e shkruan më shumë, qoftë shifrën, sasinë, shumën, qoftë domethënë datat e kështu me radhë. Ti si palë nuk je pjesë e problemit, po ti duhet të jesh i përgjithshëm. Domethënë Allah subhanahu wa taala po na sjell në situatë e zonë sikur të dytë janë që nuk din shkrim edhe lexim. Ti që di shkrim edhe lexim, edhe po e shënon edhe po e shkruan edhe po e regjistron, po e evidenton këtë ngjarje të borxhdhënies, nuk mjafton ty vetëm kodi. Nuk mjafton ty vetëm rregullat, nuk mjafton ty vetëm domethënë kjo të dhon kaq dhe kjo e merr kaq dhe në këtë periudhë kohore duhet më kthye kështu, nuk përfundon këto. Ti duhet të jesh edhe i përgjithshëm. Që të jesh domethënë i drejtë dhe i saktë që mos bësh ndonjë ndryshim që mund ta dëmtojë njërin prej dy palëve. Për fund thot Allah subhanahu kësaj. Thot fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Ky është krijimi i Allahut që i ka bën njerëzve dhe krijimtaria e Allahut. Natyra fillestare se si ka kriju njerëzit nuk ndryshon. Kështu që na besojmë bençum që virtytet dhe moralet e Islamit janë në vit të plot me natyrshmërinë njerëzore. Dhe sa më shumë që njerëzit kthehen në natyrshmëri, është e pashmangshme që shtohet potenciali për ta kuptuar Islamin. Sa më shumë njerëzit që kanë fitra, që kanë natyrshmëri, që janë më njerëz, e kuptojnë çka do Islami dhe çka po thret Islami dhe si arsyeton Islami do thotë një rregull, një kod, një dispozitë e kështu me radhë. Ndaj një ignorancë e madhe dhe një padjeni e madhe e njerëzve që nuk i kuptojnë rregullat e fesë, ka të bëjë pikërisht se nuk e kuptojnë që këto rregulla janë pikërisht për të investuar te kjo bukuria e madhe e Islamit, që është diga e moralit, që është diga e ndershmërisë, e parimësisë dhe e virtytshmërisë. Lutë Allahun subhanahu wa taala të na fisnikroj dhe të na vesh karakteret e tona me morale të mira. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.